Pak kilometra nga qyteti i Bilshit ndodhet fshati Çepe, i cili ka një shtrirje mjaft të madhe në përkodrina rreth e rrotull. Në të dy anët e këtij fshati ndodhen dy liçene që japin një bukuri mes gjelbërimit dhe kaltërsisë së ujit të liçenit të Merhojit. Fshati Çepa, para viteve 90, njihej si një ndër fshatrat të cilët i përkiste ndërmarrjes bujqësore, fermat e dikurshme, nën kujdesin e shtetit ku kodrinat mbuloheshin nga tokat kodrinore e prodhuese, ku çdo kush punonte duke i dhënë zonës së Dumres atë çka sot i mungon. Dikur fshati numëronte 350 familje me të gjitha asetet e shërbimeve, ndërsa sot ndihet braktisja totale, ku dyert janë kyçur, ndërsa dritaret e shpresës kanë ulur qepenat e tyre, ku dritat dhe burimi i jetës për të rinjtë e familjet e këtij fshati i shohin në shtetet fqinjen, duke punuar e jetuar në Greqi apo Itali. Ata pak banor të mbetur në këtë fshat të braktisur merren me bujqësi, pemtari e blegtori, ku mjetet bujqësore të kthyer në rrugicat e fshatit mbeten kujtesa e dikurshme. Në fshat sheh vetëm të moshuar që merren me sa munden me bujqësi, bagti dhe me pemtari. Banorët e Çepes, edhe pse fshati është me rrugë të shtruara, drita e ujit, po braktiset çdo ditë nga të rinjt. Kohët e fundit, edhe shkollës fillore i është vendosur dryni, duke u kthyer në zyrat e ujësjellësit. Ata pak fëmijë që numërohen me gishta mësojnë në fshatrat përtej Çepes. Të moshuarit mbeten me smureve të vetmuar dhe pohojnë se fëmijët u kanë ikur jashtë dhe tani kanë mbetur vetëm pak familje ku në ndërtesa e katët të braktisura apo në pallatet e dikurshme ka vetëm nga 2 persona, duke e kthyer këtë fshat pa të rinj, pa shpresë në tingujt e harresës.